për të bërë ato review-t 1 yll, 2 yll, se mjaftojnë, kaq i meritojnë. Edhe më quan mesazh ta drejtori policisë ka konferencë jashtëzakonshme. Thash shqyqyr u arrestu Balluku. Thash shqyqyr kanë kapur Gysa Gazin. Thash shqyqyr kanë kapur Malbeqiraj. Thash shqyqyr kanë kapur Ulsimanjën. Thash shqyqyr kapën Mirlida Garçanaj. Po qatë shifja ishte bërë një patronazhist që ishte merakosur për hyjet e Google Review. Po një merak kisha kur po e dëgjoja. Nuk e ndau, është dënueshme me 1 yll apo me 2 ylla. Po pakën ka e thot të atim se sa review t'ju japin. Kam edhe një sugjerim, nuk po them ankesë. I shoh shumë intelektual që flasin nëpër media, po ne nuk I shohim media. I shoh që flasin për kuvende, për takime, po ne nuk I shohim media. Ani I këtu në sheshin e burrave, te mikrofoni, ju dëgjoj populli, nuk ju dënon askush. Nëse doni të na përfaqësoni, hajdeni këtu. Ne nuk përfaqësohemi në mediat e krimit. Nuk përfaqësohemi në media që kanë marrë tendera dhe janë bërë milionera dhe kanë fshehur të ardhurat, tatimet me fatura fiktive, siç është edhe Endri Meksi, një nga ta. Hajdeni këtu, listi, ju besojmë, na dëgjoni, ju dëgjojmë. Rama Mburt Berisha!